Këto fjalë që pëtham tash, nuk pëtham për burra. Hak, nuk pëtham. Pëtham për nanat tona. Për shkak se burrat e kanë nis disa herë edhe s'pëngojnë. Tashti po foli për nanat tona, për shkak se më kujtohet mu si fëmijë, kur na kanë thirrë nanat tona në sefer, kanë herë për 1 minutë, 2, nëse ka kalu koha ku shkruan në përfleta, nuk na kanë thirrë ma, për shkak se ka kalu koha e sefirit. Edhe i kanë lanë fëmijën e vetë pas sefer me agjeru. Po shkak të kojna, po shkak 2-3 minuta. Tashti, unë po foli qartë si për nanat tona. Mos ma shet dikush për të madhe nëse zbi shumë argumente. Po foli për nanat tona. Ka thonë Allahu Azza wa Jall, wa kulu, wa shrabu, hani edhe pini, natën e agjerimit, hani edhe pini, hatta, derisa, jetë e bejjen, dëbahet e qartë, khajtul abjad, dhia e bardh, min el khajtul aswad, prej dhia zez, min el fejr, prej sabahet. Do me thane nana jonë, fëmijën e tu, mos ja unalu shimin, dere se të pajshk dhia e bardh sabahet. Sidomos plakat e njohen shumë mirë vijën e sabahet. Interesant është që këtë gjallësat e njohen, veç nga i zajt, e shet që e njohen, knusi, e një shumë mirë kur janë i sabahi. Sabahi o musliman duhet më pa. Sabahi duhet më pa. E ki qartë. Aty në të ajo fleta, kur njerëzit e lanë, aty është terë o vlavja më krejt. Edhe sabahin e falin njerëzit në terë. E udhu billah. Do me thanë, hani edhe për një desat e shihni dhijën e bardh. Me njëherë, Rasulullah a.s. ka thënë, sabahi fillan kështu. Dhe më thënë, nis një vijë e sabahi qështu. E shenë horizont, një vijë të bardh qështu si form thikes. Në form thikes kështu. Ka thënë Rasuli a.s. hala me hangër. Diri kur, diri sa që kjo vija qështu është kështu, si thik, kjo drita, shkon të zgjeru. Kur zgjeruhet qështu në horizont, që atëhere ka orë koha kur ti duhet me lanë mos me hangër ma. E në qofse, 1 minutë 2, hala prej sajnë e shtyn, mos u ba marak, ki të baj ma Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Allahu Azza wa Jall u halet soft, e jo një moft, kështë që këshërë në rajon në qofse, je vanu pak, këshërë sabahen, a ka dal, nëse s'ka dal sabahe, e kitë leju me pe Rabbul Alamin me hangër dhe me pi te dhe vlatë të tu, e kusht ta ban haram ty, ka me dhanë përgjësi ditën e gjykimit. Unë e vllavet, djaliet, po të foli që shto,